5 vite më parë, po në këtë ditë ne u themeluam. E veçanta themelimi tonë është se unë gjezëm në aksion. Me 12 qershor 2005 në orën 12 ne shkruam për herë të parë parolën jo negociata dhe vendosje në murin e Unmikut, i cili kishte vendosur mundet qendër të Prishtinës për të ndarë edhe fizikisht nga ne. Demonstratave, aksioneve protestuese e tubimeve publike po vazhdojmë edhe pjesëmarrjen në zgjedhje. Prandaj, për këtë arsye, ne jemi më të shkurtër të çelë të flasëm në shtatë. Ajo që kam edhe që e ka sjellë lëvizja për vendosjen në politikë në Kosovë është që nuk ka leju politika më të fizu të përfaqësimi dhe ndërmjetësimi, por e ka zgjeru të koncepti politik, vizioni total dhe aksioni publik. Mos me leju që thjesht në politik, për disa interesat në ngushta dhe në mënyra pa shkurtër, po ta kishte një koncept të cilin e përfaqëson, dhe ai koncept nuk është politik, jo koncept biznesi ose koncept plan. E dyta është pra që ta kemi një vizion kombëtar, të mos e mendojmë vetëm qytetin tonë ose vetëm Kosovën, të ta kuptojmë që jemi 7 milion Ballkan, po shumë se edhe dyfishën e kësaj në përbot, dhe do të mendojmë për gjithë shqiptarët, sepse gjithë jemi shqiptarë. Dhe treta është që të mos lejojmë që demokracia të reduktohet në demokracinë përfaqësuese ku na votojmë një herë në 4 vjet. E masaneja për të tjerë që zgjedhin për neve për të 4 vjet të ardhshme, deri kur vinë zgjedhjet e reja. Aksioni publik është vullneti i pandërmjetësuar. Pra nuk pret që në zgjedhjet e ardhshme ta thuash fjalën tënde, ndërkohë që ka kaplu pezme ma që ka përndodhë sot e dje që do ndodhë dhe nesër. Sfundje kena vo alternative në qeverisë se në ka 153 faqe, A4 në 20 kapitull dhe në 3 shtypa. Në mënyrë organike jemi përpjekur me lidhë shtetin zhvillimor, shtetin social dhe shtetin së drejtës. Duke konsideruar që edhe si shtetit i Kosovës, por edhe si kom shqiptar në Ballkan, demokracia është shumë e rëndësishme, por po s'pat ekonomia dhe ushtri, atëre demokracia mbetet në rastin më të mirë fjallë bukur në një. Realisht edhe keq përdorur në praktikë. Prandaj mendojmë që edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe shqiptarët në Ballkan duhet ta kenë një ekonomi të fuqishme si tonë, edhe duhet ta kenë një ushtri. Çdo shtet normal, çdo kom normal e ka ushtrinë e vet. Tash njëherë dikush pa të thonë që vetë vendosja bëhet që Kosova, shqiptarët në pas ushtri, po ka edhe të tjerë që s'kanë ushtri. Thanë që s'ka ushtri Costa Rica. Nëse dhe si Costa Rica s'po dojnë më bona. Që jemi shembull i kënë që s'pas ka ta më bëjt dryti për të keqe. E kam fjallën që është ndërkombëtarizuar çështja e Kosovës, edhe pas një kërkohet e Rusi më i vogël i përbashkët, nëse një shtet gjindet dikun që s'na pas ka ushtri, na po do të kanë qenë gjindet. Por besoj pra që fuqia është tek ekonomia e bazuar në prodhim, dhe tek ushtria që është kombëtare. Na e dim që Shqipëria ka hyrë në NATO, mirë po ma shumë ka hyrë në NATO si territor, sa si ushtri.
Kosova në anën tjetër ka forcën e sigurisë Kosovës me 2500 pjesëtar marrëtim të lehtë dhe kur kjo kombinohet me ekonominë e Kosovës që është e mbërthyer prej importit dhe 78% buxhetit i marrin në kufi si investimet prej doganave, kallëzon që shteti i Kosovës është shtet i thjeshtë, prandaj i dobët. Shteti i fuqishëm është shteti i sofistikuar. Shteti i fuqishëm e ka ushtrinë në kufi, buxhetin e mbledh për branxha aplikimeve të ardhura për temp federal. Kosova është e kundërt. Ne mbledhim buxhetin në kufi, ndërkaq atë që e quajmë ushtri pa qenë e tillë kemi për kazerma. Gjithë dini që aktualisht po zhvillohet dialogu me Serbinë, i cili po rezulton në një asociacione të bashkësisë komune me shumë sërbe, që është emër tjetër për autonomi, për një lloj republike të lehtë serbe brenda Kosovës, ngjashëm sikur që Serbia ka në Bosnë, e cila ka nevojë shtet jo funksional. Dhe duke qenë shteti i dobët, rrezikojmë që pak të shumë të bëhet shteti i dështuar, sepse në ndërkohë jemi shteti i kapur. Ka partia në pushtet, ose në pushtet, sepse ka ide pasmija se do të ndosë, ose e ka programe apo politike më të por shkak se ka organizatë më të fuqishme se na, edhe pse kjo organizatë është kriminale. Kriminalët janë të fuqishëm me vetë faktin që kanë rrinë me veprimin. Dhe zgjedhjet i kemi në atash në vjesht lokale, parlamentare i kemi ose ato në vjesht ose në vitin arshëm, na nuk i kemi dhe me në shupe, nuk i kemi dhe me mundojnë që të rrugë e zonë, kena mes drejt, rruga jonë për një menër drejt, është për tjetë, edhe gjithë aktivistët e vendosë se dinë që asë një herë në pasuromi për politikës. Do të mbojmë konsistente diskursin tonë, një këtë fjallë të themi në për të bime, në ndërkombëtarë, në protesta, në parlament, në televizion, dhe gjithashtu mendojmë në këty edhe idealin, edhe moralin politikës, që do të me qenë modest në popullet tanë, ndërkaq parimor me këtë tjetër. Dhe jo anësia të sysh popullet sot në Kosovë, ku popullet politikoni i shqiptar, ndërkaq rezultatet në kontorë në dhej, aty të regon modestinë e më të këtë popullet, duke e partuar shtetin e një këtu në kërëndit. Na besojmë që arsyeja pse Bashkimi Evropian i bën çdo bisedime, shkopu kryesor, është për dëmë ja marrë Rusisë Serbi. Serbia është fëmijë i vogël i Rusisë. Bele edhe në tërsinë serbe, kulturën serbe, ata e quajnë Rusinë Nave. Do të kanë pafund poezi, tregime, poezinë e kanonive të historisë, ku e quajnë Serbinë Nave. Edhe gjizja e shtetit sërb, edhe rritja e tij, ekspansioni i tij në Ballkan, sidomos në luftën e parë të Balkanike, ka qenë rezultati i koncesioneve të perandorisë osmane ndaj Rusisë cariste dhe kësaj Serbia gjithmonë ka luajtur rolin e veglës së Rusisë në Ballkan. Tash Rusia është më e fuqishme me Putinin se sa me Jelcinin, edhe natyrisht që Bashkimi Evropian është interesuar me dobësu Rusinë në Ballkan. Këtë zyrtarëve me kontakte kanë thënë. Na edhe ju kuptojmë edhe pajtojmë plotësisht me dobësimin e Rusisë në Ballkan. Ne po nuk duam që pasojë e kësaj tjetë forcimi i Serbisë, sepse çmimin për këtë do ta paguajmë ne fqinjet e Serbisë, jo vetë shqiptarët, por edhe bosnjakët e Albanianit. Problemi është që këtë gjë themi dëshmë. Na jemi këta që jemi kaq sa jemi, edhe sigurisht që ka morrit lëvizjave vendose, por sa më shpejt që morrit lëvizjave vendose, çaq më mirë është për këtë popull. Po të humbet vendosja që na humb vetë. Po të fiton me vendosje pa këtu këtu. Na fiturën se kena në mëj përveç. Nuk është kanë aty fiturën e këtu. Prandaj kishte qenë shumë mirë që me mundësitë e juaja intelektuale, qytetare, në Kosovë, në Mërgat, sa më shumë të flisni për politikën kombëtare, për vetëvendosje, sepse besoj që më shumë punë do të thotë të më shkurt rruga
deri tek fitore. Ne do të qëndrojmë deri me datën 8 qershor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç se New York do të jemi edhe në Washington DC, në Boston, Worcester, Dallas, Detroit edhe Chicago. Do të marrim turbine, do të kemi disa takime me kongresmen e senator. Gjithashtu do të kemi ligjëratën Cornell, në Harvard, në Georgetown, në Columbia, edhe në SAIS, John Hopkins. Jemi të interesuar që të takojmë bashkëdhetar, ta tregojmë se kush është vërdëndër, sepse ka aq shumë keqim të kuptime e keq kuptime për ne. Porësia jonë për mërgatën, në kërë pasisht për rrethonave që ju vlerësoni e njeni ma mirë se na, është që gjithë ju që jeni student, hyni në organizatës së edhe ndikoni aty për çështjen e kombit shqiptar në Ballkan, për historinë tonë, për Kosovën, për Shqipërinë, për shqiptarët, në Maqedoninë, në Malsi, Lëvizjen Preshevës, Çamëris, për shkak se ata të cilët kanë okupuar trojet shqiptarëve kanë shumë interes në të hapë e njështëta për shqiptarët edhe në mbajtjen e gjithësisë në Ballkan, e cila është përfaqe e drejtë, po gjithsesi për shqiptarët. Të gjithë ju që jeni punëtor, na edhe kishim inkuraju me hini për sindikata punëtor, edhe aty me ndiku aq sa komunime, dhe çdo herë kur flitet për çështje ndërkombëtare, çdo herë kur ndodh diçka në Kosovë, sepse konflikti me Serbinë nuk ka përfundim. Ne edhe sot kemi konflikt në të kaluar e atës kemi konflikt. Prandaj është mirë që sa më shumë njerëz tjerë të informoni për vërtetën për ne. Sepse që në shtatë këtu në punojnë njerëz zakonisht shumë. Rëndë tonë se për fjallë se dhe vendosit të kontrolën se popull dhe tonë shqiptarë. Gjithashtu mendojmë se është më rëndësi që t'jeni sa më shumë aktiv për çështjet e Kosovës, me për mediat atje dhe çdo herë kur do shkoni për pushime, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë, sepse unë do them që ju edhe e keni mundësu luftën qeveritare, por në të njëjtën kohë edhe jeni kusht i paqes sociale në Kosovë. Gjithë s'kish pas luftë pa ju, sot s'kish pas paqe pa ju. Jenë dikon zyrtarisht 600 milionë euro në vitin 2012 që kanë hyrë në Kosovë prej mërgatës. Shumë fish më i madh është shifra e vërtetë se sa kjo zyrtare. E mërgata është e përjashtuar edhe shihet vetëm si burimet holla. Na besojmë që nuk e kemi vetëm paratë dhe mirësprit të rëndem, por e kemi edhe trurin. Sot studentët dhe akademikët më të mirë nuk i kemi në Ballkan. I kemi jashtë Ballkanit. Besoj që është një potencial i madh që duhet të vinë të shprehur për gjithë fondin tonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur qëndrimin tradicionalisht më të avancuar të Kosovës, e posaçërisht në 2 momente tranzitore. Të çlirinë i vitit 1999 dhe të shpallja e pavarësisë në vitin 2010. Këtu sërish është një kontribut i jashtëzakonshëm i bashkëdhetarëve tonë, të cilët kanë ndikuar shumë edhe në Kongres, edhe në Senat, edhe në Departament, edhe në Departament Mbrojtjes, edhe në veç shtëpinë e parë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në posa qëndrim që kanë pasur për Kosovën e shqiptarët. Na i dim shumë zyrtarë amerikanë, çfarë qëndrimi kanë pasur për fillim, edhe çfarë qëndrimi kanë pasur pas disa mundve pas Kosovës. Kemi vetëm rezultat i situatës në terren, kjo është rezultat edhe i mërgatës tonë. Na nuk kemi që shumë në falenderu në shprejt në njohje, sepse është në një anë thjesht e pamundë, ka kontributit paqmishëm. Dhe në anën tjetër, besojmë që shpërbimi i vërtetë vetëm atë kur do të jetë fitoria e plot. Fitoria e plot na kemi nevojë që shqiptarët në vetë ambicie. Po është domosdoshme mos më kënaqsh me papër. Me na pa thonë dikush para 25 vjetë që prishë Jugosllavi, edhe shqiptarët Malzi njesin ma keq se shkanë qenë Jugosllavi. Shqiptarët Lëvizjen Preshevës njesin ma keq se shkanë qenë Jugosllavi.
shqiptarët Maqedoni nesër ma kese që kanë qenë në Jugosllavi. E Kosova deri në një përgjithësi, e cila s'ka as integritet territorial sepse s'ka ushtri, nuk ka as suverenitet për shkak se nuk ka institucione që janë instanca kryesore të ndërmarrjes, dhe nuk ka as zhvillim ekonomik për shkak se ka kësi privatizimi të egra atë. Nuk kish pas politikan që i thot vetit kontar e kish pranu një solucion. 25 vjet më vonë, përmirësim ka vetëm territorin e Kosovës, e mas shumë të e kanë pagu çmimin, ata të cilët ne kanë edhe jashtë Kosovës e jashtë Shqipërisë, e kanë kontribu aq shumë për pavarësinë të dyre. Dhe tash nuk është ndesh në tyre në sjellje në mënyrë shpërflytëse, sepse ata kanë nevojë më shumë. Lëvizja me vendosje mos e konsideroni që është e neve aktivizmi. Konsideroni që është e juja, edhe që na duhet me qenë në shërbim qasoj që është programi joni, koncepti joni, e cili sërish është një program, një koncept që në kena shpikë. Unë nuk kom qenë lindur në vitin 1968, kur në mojë demonstratë të Prishtinë dhe parolla profesorët e qendrës. Unë nuk kom qenë lindur. Këtë që të 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 nërë, këtë që po shkojnë nga, nuk keni dhe të reja. Nga vetëm po aktualizojmë diçka që të të praktikë. Dikush analizon dhe vendosim, nuk thotë që këtu ka një farë shpikje shëndetësisht shfarë. Pra, na nuk po dojmë praktisin diçka që besojmë është edhe paket e drejtë. Për kundër premtimit që mos zgjat, se dita shumë që po të më adresu në dy çështje. E para është që është interesant që këto ekziston që kjo shpërputja tepër e madhe mes kombit shqiptar dhe pasurive të kombit shqiptar që i kemë. Jemi kombi që ka më ndoshta më shumë të pasurive në Evropë, qoftë nga pasuritë natyrore, qoftë ato minerale, ndërsa jemi shteti apo kombi më i varfër ekonomikisht tash. Domethënë po ta shikojmë Kosovën, jemi në vendin e fundit për nga varfëri, domethënë mas kesti, nga ka ikë Moldavia përgjithësisht shumë. Dhe jemi po ashtu shteti me papunësinë më të madhe në Evropë, aty nga ka ikë Bosna përgjithësisht shumë. Dhe është kjo çështje që duhet të adresohet sepse po ndodh kjo shpërputje. A jemi na më pak të mëshëm se tjerë? A jemi më të manipuluar se tjerë apo çka po ndodh që shqiptarët nuk po mund ta bëjnë një vizion të përbashkët të ndërtimit të kombit tonë. Dhe këta është ty lëvizja e vendosje dhe unë i thash sot edhe kur u takuam edhe me shoqatën e profesionistëve, edhe në shoqatën Vatra dhe e themi gjithmonë në Kosovë dhe Shqipëri. Projekti i bashkimit kombëtar nuk është vetëm një projekt emocional ku na e kemi në zemër dhe të në bogë, është projekt politik, por është edhe më shumë projekt ekonomik i cili duhet të bëhet nëse dëshirojmë të kemi paqe në Ballkan, nëse dëshirojmë që shqiptarët të jenë komb stabil dhe si tillë të jenë në konkurrencë me kombet e tjera pra me një ekonomi të zhvilluar. Kjo që po e shtyn lëvizja e vendosje, nuk e kemi shpik që tha Albini, këto koncepte nuk kemi shpik na në një konferencë të kësaj Albanian Neighborhood që organizuar në Tiranë, financuar nga Bashkia e Tiranës, në konferencë na kishin qit ujë 2-3 llojet ujëve ishin një prej Italisë San Pellegrino, tjetra Kotriki e Greqisë, edhe ishte ivi të 3 llojet ujëve dhe natyrisht pyetja shtrohet na telefona mobil nuk provoj, por i kena 25 prodhues të ujit dhe asnjë nuk mos jetë aty. Kur e dim që këto koncepte mas pari nga shty shtetet e bashkuara të Amerikës, nga këto shtete evropiane, pra në nevojitet pak edhe një nacionalizëm ekonomik që e shumë që të mendojmë pak se si sillen domethënë këtë kapitalizmin prodhuesi për të në tek kombi shqiptar që të kemi zhvillim edhe ne. Është interesant që këto që i dëgjuat janë thënë në vitin 2010-2011. Dhe ndoshta për herë të parë se unë e kam pa këtë film atë në fillim. Por tash kur po e shoh, po thon prap mire pas kim pas. Edhe ajo nuk do me thonë që mi jap ndaj farë kënaqësie me thonë ku që ja pas kim qellu, po pak edhe më bën pikëllum se ja pas kim qellu në ato analizat tona ndoshta negative në lidhje me negocion.
sepse kur I thamë na qeverisë mos shkoni negociata sepse do të përfundoni tek autonomia e serbëve nga Kosovës, ata neve na thonin jo, ne me këto negociata do ta njeh Serbia, u kry, na po shkojmë, dhe në vend se të na njeh Serbia dhe ta ndroj kushtetutën e saj, në fakt, na po e njohim autonominë e serbëve brenda Kosovës dhe po e ndryshojmë kushtetutën tonë. Dhe kjo po vazhdon me kompromise të vazhdueshme dhe përveç asaj, këtë ato që e thamë edhe për PTT. Nuk e di a keni pasur, sepse shpesh na thonë pse jeni kundër privatizimit, sepse me këtë model përfundojmë te një kompani e cila po e blen postën, kur jena shku mi pa, I kena shku aktivistat në Hamburg. Ta shohim atje ishte një shtëpi që mbish mi pa në Kosovë, pa shumë ashtu shtëpia të mëdha se ajo, nuk ishte asnjë njeri aty nuk përgjigjet, do të thonë kanë qenë kompani fantom, me këta vetë po e blen me këto nuk po ashtu edhe kur I korrupsionit vazhdueshëm. Dhe ajo e fundit që po du me thonë, na cilësojnë, është interesant këtu me thonë në Amerikë, këtë që ka di e mësu këtu në Amerikë. I më shkollu në Amerikë dhe konceptet e demokracisë dhe të ndosë e mëson në shtete si Amerika. Është interesant që mundohen me në asurbu, me në ashujtë si anti-amerikan, sepse ndoshta kemi pas guximin që t'i kundërvijemi një ambasadori dhe të thojmë që kur vjen aty dhe me SMS-a na e zgjedh presidentin dhe na e qet në zarf, ajo është e papranueshme për neve sepse ju na I keni mësuar këto sene që nuk duhet të bëjmë. Florini I cili po qëndron atje në fund, ju thotë gjithë dhe ne këtë po e përfundoj, po të mos ishte Rosa Parks dhe Civil Rights Movement në Amerikë, sot Obama nuk do ishte president. Përveç që nuk do ishte president, Florini as me një qesh me ujë s'kish pi dhe raca të tjera, po Civil Rights Movement ishte ajo që e solli Amerikën që do shta ta kemi një president amerikan. Sot në Kosovë me këtë marrëveshjen që është kriju, unë jam shqiptar dhe jam prej Mitrovicës me Kreate, unë sot me marrëveshjen nuk mund të bëhem komandant I policisë veç pse jam lind shqiptar. Dhe nëse shkojnë në një gjyq me një Serbi ka të drejtë që të kërkojnë që gjykatësi të jetë sërb. Dhe unë që jam shqiptar, veç prej faktit që jam lind shqiptar, nuk mund të jem gjykatës në gjykatën e apelit dhe nuk mund ta kontestoj këtë. Dhe kjo në ditën e sotme është racist. Kur dikush mund të erson moralisht vetëm se jam lind shqiptar, atë për atë arsye kjo është e papranueshme për neve dhe do ta luftojmë deri në fund. Nuk do të ndryshojmë fjalët, do të vazhdojmë të protestojmë, dikush thotë e veç mos t'i kishit gjuj që ata patrizona nështë më mirë shkonë puna, por natyrisht në fakt po të mos ishte vetë vendosja dhe po të mos ishin këtu, atër si du të ishte Kosova. Në një takim të fundit me këtë zëvend sekretarin e shtetit që është zëvend Sirike, këtë bërgër, më tha krejt që ata patrizona që pizhunit ta shpovala me ja u pasbo dikush Amerikës ato që kanë ka bo Serbia neve, asju patrizona s'kishit gjuj. Qika kështë gjujt nuk e di, po partizona nuk e dhe s'po pretendoj që na I në Amerike do të mushty me konë ashtu I fuqeshëm, po pak dignitet në këtimin e vetvetes po kërkojmë dhe ma mërë menja që qytetarë Albini jemi në rritje sipër dhe ma mërë menja që Piqoria do vjen shpejt. Para se të marrin pyetjen që se keni, mësori nuk e përmendi, ajo për muzikën që Florent Mushi dhe ka pranuar që të këndoj ta sonte, falenderojmë, nuk e dhja është atje, po do të raprit.